Me rastin e 45 vjetorit të protestave studentore në Kosovë, në organizim të shoqatës së historianëve shqiptar dhe Institutit të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve, në qytetin e Strugës u mbajt konferencë shkretësore kushtuar demonstratave të vitit 1981 në Kosovë dhe reflektimit të tyre në trevat lindore shqiptare. Fillimisht të pranishmit i përshëndeti drejtori i institutit Besnik Jemini. Nderuar profesor, studiues, Safi, nisi keni ardhur në këtë aktivitet të përbashkët që organizon instituti me shoqatën e historianëve shqiptar në Strugë, me degën e Strugës, për të kujtuar këtë ngjarje jo vetëm që ishte si fillim i vitit 1981, po edhe ngjarje të mëvonshme. Ndërsa më pas dëshmi personale nga demonstratat e vitit 1981, solli edhe kryetari i komunës së Strugës Mendi Qyra. Atë natë, më 11 mars, ndodhesha me kolegët Aki Dikën, Baftiar Dikën e të tjerë në mesën e studentëve, kur në një grup studentësh guximtar përmbysen tavolinat dhe kërkuan kushte më të mirë për studentët. Kerim Lita foli mbi masat anti-shqiptare në Strugë dhe rrethin. Në informatën të titulluar, citoj disa çështje në realizimin e veprimtarisë edukative arsimore në gjuhën shqipe, hartuar në qershor të vitit 1981, bënte me dije qartë se shkaqet e drejtë për drejta për shqyrtimin e asaj problematike kishin qenë ngjarjet në Kosovë dhe dukuritë të veprimtarisë edukative arsimore nga pozita e nacionalizmit dhe evidentizmit shqiptar. Shpëtim Pollozhani foli mbi të dënuarit politik para dhe pas demonstratave të 81-shit. Të dënuarit si pjesëmarrës ose përkrahës të NDSH-s në rrethin e Strugës janë me siguri do t'i përmenden dikush tjetër, janë dënuar me 15 vjet burg. Për rezistencë kundër reformave agrare janë dënuar me 80 vjet burg. Të dënuarit e Goliotokut nga Struga janë dënuar gjithsesi 60 vjeç. Të burgosit politik të viteve 67-68, antar të grupit Bashkimi i Trojave Shqiptare me kryetar Shefit Iliazin u dënuan 15 vjet. Ardian Ramadani u paraqit me kumtesën flakja e jugoslavizmit dhe përqafimi i shqiptarizmës. Edhe sot vazhdon dilemat e na shoqëroj se a ishin të nxitura këto demonstrata nga Shqipëria apo jo. Sido që të jetë, të nxitura apo jo të tilla çfarë ishin, ato shkërmoqën i dilin Jugoslav të vëllazërin bashkimit, po të mkenes të tërreshëm, trazuar në tërë kreaturën jugoslave, rajonin dhe patën jehonin e tyre në mbar kontinentin evropian. Edhe pse disa shqipfolës mundoshin që ta bënin të kundërtan, duke servuar muzikën turbo folk të Jugosllavisë së asaj kohe, duke na ofruar Zdravko Çoliçin dhe Lepa Brenën, por kishte burra të cilët dëgjonin vargje të këngëve të cilët vinin nga këngëtarët dhe këngëtarët e shquar nga shteti am. Qëndresa Muça solli reflektimin e demonstratave të 81-shit në Dibër. Do të citoj në fjalët e ish të burgosurit politik Dibranit Bashkim Mashkulli, i cili kohën rrugën se si nisi demonstratat në mezën dhe atë pakënaqësinë që ishte motivi dhe shkaku e ndryshme nga njëra tjetra, përmend që në kohën kur policia kishte filluar që të turmën të shkatronte, ishin dibranët të cilët e riorganizuan këtë turmë dhe u vazhduan pastaj për ka rrugat të cilën e përmendi zoti Mendi Qyra, që kishte qenë edhe riorganizimi pastaj për të kthyer deri te menza e studentëve. Iliri Seini foli mbi reflektimet e demonstratave në zonën e Prespës dhe Manastirit. U krijuan të shtuqojtura paralele të përzierë, që nuk gjetën mbështetje nga nxënësit shqiptar. Dhe në vend që të mësojnë në Manastir, ato shkonin në Dibër dhe në qytete tjera ku kishte gjimnaz në gjuhën shqipe. Dardani Mini u paraqit me kumtesën reflektimi i demonstratave të vitit 1981 në Kërshov. Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë nuk e lanë jashtë qërthullit të saj, edhe ëndrimtarët, studentët e asaj kohë që vinin nga qyteti i Kërqovës. Studentët nga Kërqova, pashmangshëm si vëllezërit, motrat shqiptarë nga qytetet tjera, bëhen pjesë e organizimeve ilegale të kohës.
Burime dokumentare flasin për arrestime në periudha të ndryshme, edhe burgosje para vitit 1981. Ndërsa Bekim Adili foli për kërçovarët në rrjedhën e historisë së pranverës së vitit 1981-2001. Në këtë kuptim, historia e veprimtarëve kërçovar gjatë këtij gjysmë shekulli mund të lexohet si një histori e përkushtimit ndaj idealeve të lirisë, barazisë, afirmimit çështjeson kombëtare ende të pazlidhur përfundimisht. Një trashëgimi politike dhe historike që vazhdon të mbetet e pjesë e rëndësishme e kujtesëson kolektive. Në këtë kuptim, Kërçova përfaqëson një shembull domethënës mënyrës se si hapësirat lokale mund të shndrohen në qendra të rëndësishme të artikulimit politik dhe të organizimit të rezistencës kombëtare. Njëri ndër organizatorët e kësaj konference shkencore Nebi Dervishi u paraqit me kumtesën ku lindi ideja për heqjen e flamurit kombëtar. Një zërit u përkrah propozimi për obligimin e delegatëve nga Struga në Kuvendin Republikan nga Komuna e Strugës, të cilët në Kuvendin e Republikës Socialiste të Maqedonisë do t'i propozojnë ose do të propozojnë rishqyrtimin e ligjshmërisë të përdorimit të flamurit të shqiptar. Të veprojë sipas rregullores së punës së Kuvendit, përkatësisht të fillojë procedurën për ndryshimin e ligjit të përmendur, më lart pra për përdorimin e flamujve, të cilën me njëherë e botojnë në gazetën zyrtare dhe me këtë e bën fakt të kryer. Gjithashtu me kumtesat e tyre u paraqitën edhe historian nga të gjitha trevat shqiptare të Republikës së Maqedonisë së Veriut për reflektimet e demonstratave të vitit 1981 në këto treva.